Lista e Partisë Socialiste në zgjedhjet e 11 majit nuk është as pak një ofertë re politike e një force që kërkon mandatin e 4 radhasi, po siç ndodh rëndom në partitë që kanë qeverisur gjatë, gërshetojnë në skuadrat e rinovuara që propozojnë, një grup që vjen nga teknokratët e nivelit të dytë të qeverisjes, që kanë aftësi teknike dhe talente të reja politike që në territor, përkatësisht në strukturat politike të partisë kanë arritur rezultate të mira. Me një fjalë motivohen për punën e bërë nën punësit e Zot dhe politikanët që kanë arritur rezultate të mira por edhe organizative në strukturat politike të bazës. Lista e re e Edi Ramës nuk ka sjell asnjë drejtues politik që ka arritur rezultate të mira elektorale në listë, apo edhe zyrtar të administratës që është shquar në një X reform të caktuar. Lista e Edi Ramës ka në pjesën më të madhe të saj personazhe që nuk kanë lidhje me partinë dhe me administratën, ata janë shquar vetëm në një zeje, furçat deri në neverin dhe kryeministrit. Të marrim Iris Luarasin. Zonja Luarasi është një gazetare që në realitet nuk ka fare rekord shkrimesh të saj si në raport ashtu edhe në analizë a në opinion. Luarasi ka një rekord tashmë 12 vjeçar si pjesë e emisioneve televizive ku ka mbrojtur Edi Ramën, edhe kur kemi pasur të bëjmë me ngjarje ku vetëm mbrojtja nuk mund të ishte një logjik gazetareske. Iris Luarasi, edhe pse ka drejtuar një nga radiot e para private në Tiranë, që mund thuhet pas një dyshim që ka qenë ndër më të mirat e kohës, ajo e la profesionin. I hyri katedrës së Fakultetit Gazetarisë në Universitetin e Tiranës për të mësuar studentët. Një mision shumë i rëndësishëm që kush e merr seriozisht është më i fuqishëm se sa një agit pro politik. Ndërkohë drejton një OJF për dhunën ndaj grave, organizatë e cila nuk ka arritur të bëhet protagoniste e frenimit të kësaj plage të rëndë, por ta lëm polemikën e efektivitetit të një organizate pasi në fundit OJF është. Luarasi nuk është e nuk ka qenë asnjëherë një talent politik apo një veprimtare shoqërore që ka simpati në publik. Sa del ajo në televizion, të gjithë përkrasit e opozitës nuk vënojnë ta sulmojnë me të gjitha armët e tyre. Luarasi ka qenë thjesht një agjit prope, por e dorës së ulët. Pasi në kohën e Enver Hoxhës, homologët e Luarasit merrnin gjak në vetull, dinin si t'i flisnin njerëzve, jo me frazat gatshme dhe antipatike. Njëjtë është me Ilva Gjuzin, e cila u katapultua zëvendësministres sapo tha që Edi Rama është 2 hapa para të gjithëve. Zonja Gjuzi është e bija e kreut të njësisë së Golemit kur PS kishte Bashkinë e Kavajës, e sipas gjasave po përgatitet për të garuar për bashkinë. Ndërkohë zgjedhjet nga administrata janë fare pak, shembull pozitiv mund të jetë Adea Pirdeni, e cila vjen nga një rekord pozitiv në administratë. Ndërkaq ka edhe ministra teknik si Piro Vëngu apo Ervin Hoxha, që janë lançuar në listë pa pasur asnjë rekord të fuqishëm, qoftë politik, qoftë në drejtimin e dikastereve të tyre. Thjesht Edi Rama po përmbys karrierën në PS dhe po sjell një klasë të re politike, e cila nuk është gjenerata e dytë e socialistëve shqiptar, por gjenerata e dytë e listës së Edi Ramës, i cili e ka bërë gjithë këtë për të dhënë një mesazh politik të qartë, jo vetëm brenda vendit, por mbi të gjitha jashtë tij, sidomos në kancelaritë e Berlinit dhe Washingtonit, ku ka hequr të gjithë mundësitë apo investimet që perëndimorët sipas mendjes paranojake të Bablokut kanë bërë për ta zëvendësuar. Ditmir Bushatin e degdisi vetëm sepse mendonte se gjermanët e kishin përgatitur së bashku me Albin Kurtin për të zëvendësuar Edi Ramën dhe Hashim Thaçin. Gjë që është thjesht një gjysmë e vërtetë, siç thot Babloku, gjysmët të vërtetat janë gënjeshtrat më të mëdha. Paranoja në realitet është intuita më e fuqishme që udhëheq kryeministrin në një babzi pushteti që kërkon jo vetëm ta konsolidoj, por edhe ta trashëgoj sipas dëshirave të veta. PS e 11 majit do të dalë një formacion që nuk ka lidhje me Partinë Socialiste Reale. Përleshja që senatorët do të bëjnë në Tiranë e qarqe për listat e hapura duket do t'i lodhë aq shumë sa nuk do të kenë më mundësi të konfigurojnë një alternativë ndaj Ramës.